Samiti 4 i diasporës hapi si parë në bërmërin e djeshme në një ceremoni ku të pranishëm ishin personalitete nga vendi dhe bota. Në këtë ngjarje të rëndësishme kombëtare u bën bashkë shqiptar nga të katër anët e botës në një platformë që synon bashkëpunimin, promovimin e identitetit kombëtar dhe zhvillimin shumëpalësh. Diskutimet u konceptuan në 18 panele për gjatë 3 ditëve që do të trajtojnë fuqizimin e bashkëpunimit ekonomik dhe nxitjen e investimeve nga diaspora, rolin e saj në promovimin e turizmit dhe imazhit të vendit, si dhe rëndësinë e transferimit të njohurive dhe eksperiencës në fushat e arsimit, shkencës dhe inovacionit. Një vëmendje e veçantë kushtohet ruajtjes së identitetit kulturor dhe gjuhësor, përfshirjes së të rive në diasporë në zhvillime shoqërore e politike. Gjithashtu panelet do të adresojnë sfidat dhe mundësitë që lidhen me digitalizimin, zhvillimin e qëndrueshëm dhe përmirësimin e politikave publike për diasporën. Vetë kryeministri Edi Rama cilësoi projektin Shqipëria në BE në vitin 2030 një projekt madhor kombëtar dhe i kërkoi diasporës shqiptare të bëhet pjesë aktive e transformimit të vendit në këtë rrugtim të gjatë. Ky vend është një kantier i madh transformimesh që e fton diasporën në pjesëmarrje. Pjesëmarrje në investime, pjesëmarrje në inovacion dhe në jetën akademike, pjesëmarrje në ndërtimin e së ardhmes së Shqipërisë. Si kur ndonjëherë ka marrë trajtën konkrete të shtetbërjes europiane të Shqipërisë dhe të objektivit që tani më nuk parafiturohet, po shihet, preket me sy më afër se kur për ta ulur Shqipërinë në tryezën e familjes europiane si të barabartë mes barabartësh në vitin 2030. Edhe në kantierin e Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian ka pluhur, ka pislëk, ka zhurmë, nga njëherë shurdhuse. Por mjafton të kthejmë kokën pas. Por bukurinë e spektaklit dhe dekorit e prish një zë kritik si juristja Eva Baçi, e cila kritikoi mënyrën se si organizohen këto aktivitete. Keni mbyllur dyert të gjithë personave që janë të përgatitur. Eva, të falenderoj shumë për fjalën tënde. Falenderoj. Unë diskutimin e kisha përgatitur. Zoti Naolan Balla, je i pari që je larg, shumë larg realitetit. Votën mund ta kalosh dhe 4 vjet të tjera. Po në histori duhet të kesh një emër, sepse jeni të gjithë vetëm di pasazho në këtë botë. Okej, duhet të lëm një emër. Jo vetëm të vjedhni edhe të siguroni njerëzit tuaj. Ndërkohë samiti që nisi ditën e djeshme do të vazhdojë deri në datën 15 prill në logon përmes rrënjeve lartësomi. E pra si që ndoqët edhe nga inserti, në këtë pjesë të dytë do të flasim për samitin e diasporës. Një samit i 4 që zhvillohet në Shqipëri dhe që ka çelur dyert dje, ka vazhduar sot për gjatë gjithë ditës, por edhe gjatë ditës së nesërme. Jam këtu me 2 zonja, pjesë e diasporës shqiptare, pjesë e integruar e asaj diaspori që në fakt na bën krenar. Kam kënaqësinë të kem zonjën Anila Kadia, mirëmbrëma, kolege gazetare, por edhe një mësuese tani më e gjuhës shqipe. Faleminderit që jeni në studio dhe kënaqësi të kem edhe zonjën Vera Haliti. Vjen nga Slovenia, gjithashtu edhe ju një mësuese e gjuhës shqipe për te profesionit që keni në jetën tuaj të përditshme dhe që jeni interprete gjyqësore, përkthyese gjyqësore. Mirë se erdhët. Së pari, çfarë ju solli në Tiranë në këtë samit të diasporës që ka mbledhur bashkë shqiptarët nga e mbar bota? Dhe keni ardhur me shpenzimet tuaja, që ta theksojmë. Gjithmonë me shpenzimet tuaja. Gjithmonë. Çdo samit ne vim me shpenzimet tona. Mund tani son Vera. Sigurisht. Neve së pari na sjell dashuria për atë dheu. Dhe kur mblidhemi të gjithë bashk, mendojmë është diaspora. Jemi ne vëllezër e motra të Shqipërisë madhe, asaj që është përtej Adriatikut. Dhe kjo është ajo ndjesia e parë, do takohemi, se ne flasim shumë në mënyrë virtuale, bëjmë aktivitete, kemi edhe mundësi që të takohemi edhe personalisht kur bëjmë aktivitete në vendet tona, por kjo është një takim më i bukur, është më emocional se bëjmë në vendin tonë, në tokën tonë, në shtëpinë tonë. Je larguar shumë herët nga Shqipëria, je larguar me anijen e famshme, anijen Tirana, drejt Brindizit në mars të vitin 1991. Ke shkuar në Itali, ke jetuar shumë vite atje, derisa në 2014 pastaj vendos që
a dheu i radhës do t'jetë Britania e Madhe. Dhe sot jeton atje. Po. Rrugtimi im është një rrugtim një studente e cila kishte ëndra dhe ishte idealiste. Sepse unë bëja pjesë në lëvizjen studentore, në atë lëvizjen e bukur që bëri dhe transformimin e madhë. Por ne kishim edhe ëndrën që të shikonim përtej Shqipërisë. Ato barikadat, ato hekurat që na ishin vënë për 50 vjetë, ne donin t'i hapnin, të shliroheshim dhe t'i thonim botës, mirë se të gjeta, tani më njeh dhe mua. Por idealizmi nis me rinin dhe përfundon kur ti realisht e prekat botë. E kuptoj. Anila, Vera, më falë, ty çfarë të ka çuar drejt Slovenisë? Atëherë dashuria. Im shosh tashmë i ndjeri për 22 vjet, 23 vjet faktikisht si vjet. Jetonte, punonte në Sloveni dhe është i rritur faktikisht në Sloveni, ka qenë shqiptar i Maqedonisë. Dhe për fat keq vetëm 9 vjet patëm mundësinë që të jetojmë si çift, u bëra me 2 fëmijë dhe në moshën 26-27 vjeçare e humba, ai ndroi jetë edhe aty filloi pastaj edhe rrugtimi i karrierës time. Një rrugtim tjetër i vështirë. Tani, sot nga samiti diasporës dhe në fakt edhe dje në ceremoninë hapse dëgjuam fjalime shumë të bukura, fjalime që flisnin për një Shqipëri që rritet, lulëzon edhe prosperon. Përse nuk ktheheni përsëri te kjo Shqipëri, që sot nuk është ashtu sikundër e keni lënë 36 apo 35 vjet të shkuara? Çfarë ju mban ende larg Shqipërisë? Do të them e sinqert në mënyrë brutale. Unë jam larguar nga Shqipëria në vitin 94 dhe kam qenë moshën 18 vjeçare. Kështu që e gjithë bota ime, kur fillova ta di vetveten, filloi atje në atë shtet. Megjithëse ka qenë për mua një zhgënjim shumë i madh, sepse ashtu siç e tha edhe Anila, ne kemi menduar botën për te hekurave shumë ideale, dhe kur erdha në Sloveni, me thënë drejtën, Slovenia është një shtet shumë i bukur. Mirë po ai qytet që shkova për Kemi zonjën e parë amerikane nga Slovenia. Sigurisht. Ai qytet që shkova për herë të parë, ashtu është Melania Trump, është nga Slovenia. Ai qytet që kam ardhur atje ishte shumë i ngjashëm me qytetin tim të lindjes, Bulqizën. Edhe thash, o Zot, ku kam ardhur? Ku erdha? Mirë po, pastaj më lindën 2 fëmijë dhe aty filloi jeta ime si një njeri i rritur dhe aty kam shoqërinë, kam karrierën time, kam një mision shumë fisnik që e kam zgjedh përveç profesionit tim, pra të mësoj gjuhën shqipe, po jo vetëm gjuhën shqipe, por edhe kulturën. Edhe kulturën. Vera, gjatë ditës sotme është folur shumë për diasporën, është folur shumë për të larguarit, për kulturën, për identitetin, është folur për gjuhën shqipe, sepse ka pasur shumë panele, janë mbi 20 panele që do të vazhdojnë edhe nesër, dhe ti ke qenë edhe pjesë, çfarë kemi bërë mjaftueshëm për diasporën? Ky ka qenë paneli ku ke marrë pjesë sot. Megjithatë, ka dhe nga ata, unë kam lexuar edhe shumë reagime në rrjetet sociale që flasin për një diasporë, për një samit ku bëhet më shumë propagandë se sa trajtohen problemet reale të diasporës. Dhe në fakt, ajo revolta, ajo mini revolta e asaj zonjës që dëgjuam pak më parë, e shprehte më mirë atë që ndoshta kishin ndërmend shumë prej atyre pjesëmarrësve në samit. Po, unë isha jo në panel, isha thjesht e ullur, sepse dalim tek ajo që thamë për para, panelet nuk ishin të vendosura në mënyrë të tillë që të paktën të ishte 50% diasporë edhe punonjësit në Shqipëri. Pra kishte më shumë shqiptarë që flisnin se sa përfaqësues diasporës, kjo është qëtësoj. Po. Edhe unë këtë pyetje shtrova në atë panel, që do t'ishte mirë që neve të ishim të paktën
Të dëgjoheshit. Po të paktën të dëgjoheshit. Jo vetëm të dëgjohemi, por ne kemi një specifik të veçantë, i jetojmë gjërat dhe kur vjen një sqarim ose një modelim ose një shembull ose një ide nga diaspora, vjen nga një burim i cili rrjedh prej andej dhe një mirë terenin e diasporës, problematikat e diasporës, dinamikën e diasporës, arritjet e diasporës, kërkesat e diasporës. Unë nuk kam asnjë gjë kundra askujt. Por, në qoftë se ti do të bësh diçka reale me diasporën, ti duhet ta dëgjosh diasporën. Diaspora nuk duhet të jetë vetëm ajo që të ngrej dorën dhe të bëj ty një pyetje. Duhet të jesh ti ai që të bësh një pyetje dhe të ngresh dorën përpara meje si diasporë. Vera, ti e ndjeve pjesë veten sot pjesë e këtij dekori apo pjesë e asaj pjesë të popullatës shqiptare që jeton jashtë dhe për të cilën kujtohen një herë në 4 vjet kur i kërkojnë votën dhe tani më ju është dhënë e drejta e votës? Do të them që e kam ndjer veten te pjesa majorene të diasporas, sesa te ajo pjesa që thatë pak më përpara, që nuk ishim aq shumë të përfaqësuar sa do të kishim pritur. Sigurisht ka pas shumë emocione ky summit edhe na ka bërë të ndjehemi vërtet shumë në shtëpi, por sidoqoftë zëri jon, ashtu siç tha edhe Anila, nuk u dëgjua në atë masë sa çdo të kishim dëshiruar. Çfarë do të kishe dashur ti të thoje në atë summit nëse do t'ishte dhënë mundësia të merrje mikrofonin në dorë? Do të kisha thënë... Ja ku e ke mundësin të thuash tani. Faleminderit. Faleminderit për këtë mundësi, sinqerisht. Duke qenë se kam qenë një nga të paktat që kanë ardhur, që e kam përfaqësu shtetin sloven këtu sot, do të doja ta prek problematikën e mësimit të gjuhës shqipe në Sloveni, sepse me të vërtet me shumë sakrifica po mundohemi ta mbajmë gjallë. Unë kam filluar që në vitin 2007, faktikisht, nëpërmjet mësimit të gjuhës slovene kam deportuar edhe të gjuha shqipe, kështu në bazë të shqipes ua kam sqaruar edhe gjuhën slovene, edhe aty kanë qenë ato fillimet e para, që në vitin 2007. Kanë interes fëmijët e emigrantëve të mësojnë gjuhën shqipe, apo janë të interesuar prindrit që në shumicën e rasteve nuk i flasin shqip, ose i flasin shqip me përjashtime të sjellin në këto shkollat e pasditeve të fundjavës? Unë do të cek një specifik. Në Sloveni ka komunitet shqiptar që vinë kryesisht nga Kosova edhe nga Maqedonia e Veriut. Ashtu. Edhe unë gjatë gjithë kohës më shumë kam punuar me prindrit kosovar, të shqiptar të Kosovës. Ashtu. Kjo, se sa interes ka prindrit që ta sjell në shkollë fëmijën, ka të bëjë shumë edhe me qasjen e mësuesit, edhe me promovimin e gjuhës, në çfarë mënyre ja ofron ti fëmijës, nxënësit, edhe prindërve. Unë kam një pjesëmarrje të jashtëzakonshme, kam një klasë me 18 nxënës, nga mosha 7 deri në 13 vjeç, dhe në mënyrë të pa rregullt i kam mësuar që nga viti 2007, por tani ka 2 vite rresh që i mësoj sipas kurrikulës përbashkët të diasporës, dhe një herë në javë vinë të dielave, se ashtu jam marrë vesh me prindërit, i bien me shumë dëshirë edhe fëmijët mezi presin të vinë në shkollë. Edhe kjo më bën me të vërtet, edhe pse e bën vullnetare, e bëjmë me gjithë zemër. Me gjithë zemër. Anila, flasim për Slovenin, një vend me një komunitet të vogël shqiptarësh, dhe ja ku kemi një klasë të bukur me 17 veta. Besoj që në Britaninë e Madhe ti je në Londër je? Po, unë jam në Londër. Atëherë aty besoj ka shumë më tepër shqiptar, edhe komuniteti është edhe më i madh, ndoshta edhe interesi është më i madh për gjuhën shqipe. Ka më shumë më tepër shqiptar, interesi për mësimin e gjuhës shqipe është shtrirë edhe jashtë Londrës, që dikur nuk ka qenë. Pra kanë filluar të hapen pika të ndryshme të kurseve të gjuhës shqipe, se ne nuk mund të themi të shkollave të gjuhës shqipe. Është një shkollë mbasdite, kështu një. Shkolla ka një koncept 360 gradë.
kursi është i fokusuar mbi gjuhën shqipe, ne gjithashtu jemi të fokusuar edhe në kulturën. Sa fëmijë janë të përfshirë në kurset që ju bëni? Unë aktualisht në Londër bashkëpunoj me shoqatën Ardhmëria, që është një ndër shoqatat, mos të them më e madhja në Londër, përsa i përket mësimdhënies. Ne kemi më shumë se 30 shkolla, flitet për këtë vit. Kjo shoqat ka mbi 20 vjet, që jep kontributin me zotin Lutfi Bata, drejtorin e kësaj shoqate. Unë faktikisht kam dy kurse, të cilat janë të ambientuara në 2 shkolla angleze, sepse është shumë e rëndësishme që këto kurset të jenë në ambiente të mira, të stabilizuara, edhe të jenë tamam ambiente shkollore, për shumë faktor, edhe për psikologjinë e fëmijës, edhe për kënaqësinë tonë, se është ndryshe kur ti jep mësim në një ambient që nuk është shkollë, dhe është ndryshe kur jep mësim në një shkollë. Do shta dhe për këtë, neve na është mësuar tash ajo që themi shkollat, sepse japim mësimin e kursit në një shkollë angleze. Dhe unë faktikisht e kam të shtunave. Dua të nënvizoj diçka. Neve nuk jemi mësues në sistemin shkollor angles, sepse gjuha shqipe nuk është akoma në këtë sistem. Për faktorin që Ne e thamë, si Vera, jeni mësues vullnetar që e bëni... Po, dhe përderisa është e tillë, quhet supplementary school, që është një shkollë plotësuese, një kurs plotësues. Dhe është mundësia të bëhet vetëm ditën e shtunë ose ditën e diel, sepse shkolla angleze të shtunë dhe dielën ka pushim. Dhe na japin edhe këto ambiente. Kuptohet që ambientet paguhen nga shoqata, do me thënë ne nuk kemi absolutisht as një ndihmë, as nga shteti shqiptar, por as nga shteti anglez. Dikur mundoheshin dhe jepnin ndonjë ndihmë ekonomike, tani i ka ndërprerë komplet. Atëherë, ama kur vinë në Londër, këta përfaqësuesit e shtetit shqiptar kërkojnë të marrin ndonjë merit ose diçka nga shkëlqimi i punës që ju bëni. Nuk e di çfarë merite mund të marrin, përveç asaj që neve mbështetemi për shembull. Çfarë lloj mbështetje për shembull kërkoni nga shteti shqiptar? Dakor, kemi shumë kërkesa. Konkretisht me nismën që keni ndërmarrë për të mësuar fëmijëve të komunitetit të madh shqipen. Kërkesa e parë që ne kemi patur të kishim libra, sepse nuk kishim as libra. Mirë, tani ka tekste të unifikuara për të mësuar gjuhën shqipe. Tani ka tekste dhe janë paketat mësimore, të cilat i përgatit Qendra e Botimit për diasporën. Unë jam edhe recensuese në paketës së tretë mësimore, kuptohet që janë paketa mësimore nga ana teknike shumë të mira, por nga ana praktike voluminoze. Ka vështirësi për mbërritjen e teksteve aty ku jetoni? Nuk ka vështirësi për momentin. Neve gjithmonë kemi qenë të lidhur me ambasadën shqiptare në Londër dhe përfitoj edhe të falenderoj zotin Uran, që është ambasadori jonë në Londër për Mbretërinë e Bashkuar, të cilët, do me thënë dhe ambasadorët për para ambasadorit Uran, kanë bërë një punë shumë të mirë për arritjen e këtyre teksteve. Ne bëjmë një kërkesë në muajin maj, ku japim numrin e nxënësve, dhe në bazë të asaj kërkese, Vinë edhe libra. Tani, për t'ju rikthyer sërish samitit të diasporës, si thash, edhe ata që do të gjejnë gjithmonë diçka tek ato që organizojnë qeveria nuk mungojnë. Tani, konkretisht, për shembull thonë, përdoret për imazh politik dhe marketing qeveritar. Ka pak rezultate konkrete në ekonomi apo politika për diasporën, dhe konkretisht këtu ke këto politikat për diasporën. E shesi samitin si një mundësi për të krijuar politika apo për të prodhuar diçka konkrete për ju që jetoni jashtë dhe që fundja nuk ja keni më nevojën shtetit, nuk ja keni pasur asnjëherë sepse keni ikur në kohë të vështira për Shqipërinë? Unë duhet të jem pozitive dhe kuptohet që kritikat neve nuk i kursejmë për vetë faktin që jemi të pavarur nga politika. Politika mund të ndryshojë, rrymat vinë, shkojnë, njerëzit marrin pozicionet e tyre dhe kjo nuk na prek. Neve na intereson fakti që atë dheu, shteti që përfaqëson vendin tonë,
të na përkraj. Të na përkraj edhe qoftë me fjalën e mirë, edhe qoftë me mbështetjen për materialet shkollore, të na përkraj edhe të na dëgjoj. Nuk e besoj që e gjithë kjo gjë që bëhet është bosh. Ka maksit e saja, por ka dhe të mirat e saja. Nuk mund të nxjerr një konkluzion negativ. Çfarë ka të mira një summit? Do me thënë, çfarë prodhon në fund, kur mbyllet? Unë shoh summitin si një mundësi për lidhje miqësisht të reja. Ndërrim, këmbim praktikash të mira me kolegët. Por, kjo bëhet jashtë paneleve, në qëse mund të them kështu. Sepse kur është paneli është shumë e vështirë që të përfshihen këto praktikat mira që janë në Londër edhe gjithë, edhe në Greqi e gjithandej. Ashtu, është shumë e vështirë që gjithë përfshihen aty edhe të japin, dhe themi, për këtë kemi pasur më shumë seminaret e mësuesve diasporës, ku kemi pas këtë hapësirë që kemi shkëmbyr praktikat ndryshme. Sigurisht që vjen edhe në ide të reja kur dëgjon, themi në këto panelet, temat e ndryshme çfarë është për ruajtjen e gjuhës edhe mbështetjen që pretendon shteti ta jap. Sot i kemi dëgjuar disa premtime shumë bukura, unë shpresoj që këto në të ardhmen. Çfarë ju premtua për shembull? U premtua certifikimi i gjuhës shqipe, çfarë neve në Sloveni na mungon jashtë mase, edhe certifikimi dhe kualifikimi i mësuesve, i kuadrove që japin mësim, për arsye se ju duhet ta dini se në diasporë mësim dhënës janë edhe individ që nuk janë të profesionit të mësuesisë. Edhe që s'kanë përgatitjen që nuk kanë përgatitjen e duhur. Ashtu që ëndra ime do të kishte qenë vërtet mësuesi që e jep gjuhën shqipe duhet e pakta të jetë i certifikuar për atë drejtim. Ashtu, kjo do të ishte diçka me të vërtet ideale. E kuptoj. Anita, ti ke dalë me një premtim sot nga summiti? Megjithëse do të vazhdosh ti dhe nesër. Ke marrë disa... Për sa i përket certifikimit, unë e kam aplikuar në 2021, sepse është në shërbim të mësuesve të gjuhës shqipe, aplikimi çdo vit, për të patur, të jesh pjesë e regjistrit shtetëror, si mësimdhënëse. Dhe unë mendoj që është diçka shumë e mirë, por ka pasur disa kriterje shumë të forta. Sot ishte propozimi që dhe kush nuk ka shkollën, për shembull filologjikun ose pedagogjikun, do bëj një, me sa kuptova, një master online dhe do t'i jepet një certifikim. E kuptoj. Ajo që kam premtuar unë? Jo, a morët një premtim sot nga panelet, nga bisedat që keni dëgjuar, një angazhim nga qeveria? Ky ishte një premtim i mirë. Dhe shumë i mirë. Më pëlqeu. Të pyes për diçka. Më rastis shpesh, kur bëj komentet e mia në rrjetet sociale, një pjesë e mirë, sepse hy dhe i shikoj kush mi bën ato komente, një pjesë e mirë janë shqiptarë që jetojnë në diasporë, pra jetojnë në shtete të ndryshme. Dhe pjesa më e madhe e tyre, pavarësisht se mund të kenë lidhje familjare, pa ato jetojnë jashtë Shqipërisë, nuk e njohin fare realitetin shqiptar. Për shembull, nuk e dinë që ne nuk kemi ujë, nuk e dinë që i kemi rrugët gjithë plur, nuk e dinë që kemi një trafik të çmendur, nuk e dinë që kemi plehra, nuk e dinë që kemi probleme të pafundme. Dhe megjithatë na japin shumë mend. Kjo është përshtypja ime, jetojnë jashtë realitetit shqiptar. Ju e ruani ende kontaktin me Shqipërinë të përditshëm përveç faktit që mësoni gjuhën shqipe? E ruajmë. Apo tani më kur kanë kaluar kaq shumë vite, ato lidhjet fillojnë zbehen? Unë mbar shkas nga një fjali shumë e bukur që më preku sot, të cilën e tha në anglisht, ish kryetari i Bashkisë qytetit New Yorkut, cili sot mori edhe ka marrë pasaportën shqiptare. Ai tha që vërtet neve e kemi, për shembull për emigracionin, ju e keni lënë tokën, tokën tuaj e keni lënë. Por toka nuk ju ka lëshuar asnjëherë zemrën.
Shumë e bukur. Dhe kjo është që mua nuk më shlëshuar asnjëherë zemra ime nga toka ime. Do më thënë është toka që ma mban zemrën mua. Shumë mirë. Nuk është zemra ime që mban tokën. Me qëse e mbylle me një mesazh amerikani, le ta mbyllim edhe me një tjetër mesazh nga e ka dhënë dikur presidenti Kennedy kur mbajti fjalimin e famshëm të vendosjes të marrjes së detyrës në Shtëpinë e Bardhë, kur tha mos pyesni se çfarë bën Amerika për ju, po se çfarë bëni ju për Amerikën. Dhe konkretisht, mos prisni ndonjë gjë të madhe nga këto samitet e diasporës, por konkretisht çfarë do të bëni ju për Shqipërinë nesër. Dhe ju faktikisht punën tuaj e bëni sepse mbani gjallë gjuhën shqipe, traditën dhe kulturën, sepse natyrisht përmes gjuhës arrin të përçosh shumë çka nga ajo që keni lënë këtu në Shqipëri. Ju falenderoj shumë që ishit në studio. Ndoshta vetëm do t'ju ndërpres, sepse do më kalonte ashtu një falënderim nga zemra për gjithë mbështetjen që na e kanë dhënë, jo vetëm mua si mësimdhënëse, por edhe shumë aktivistëve tjerë në Sloveni që luftojnë edhe përpiqen për ruajtjen e identitetit shqiptar. Mbështetjen morale më shumë nga ana e ambasadave e Kosovës edhe Shqipërisë, dikur edhe e Maqedonisë të Veriut, por tani nuk kam përfaqësues shqiptar. Ambasadori që e kam arritur unë i pari, pastaj Pëllum Qazimi, pastaj edhe tani Olian Kanushi, edhe Valdet Sadiku, që na kanë mbështet gjatë gjithë kohës me të vërtet na kanë shpërndar libra, kanë ardhur gjithmonë, kemi pas pjesëmarrje gjithmonë në aktivitetet që i kemi bë. Edhe mbështetja nga besoj që e morën falënderimin. Po ashtu edhe unë mund të shtoj diçka, sepse u tha në samit, e lidh gjithmonë me atë që ne morëm nga samiti. U propozua që diasporës i nevojitet një shtëpi, do me thë shtëpia e diasporës. Dhe u mendova që ne nuk kemi nevoj për një shtëpi, nuk kemi nevoj për një tjetër ministri, nuk kemi nevoj për të tjerë ministra. Ne shtëpinë e kemi, janë selit ambasadave tona. Në Londër është ambasada e Republikës së Shqipërisë dhe ambasada e Republikës Kosovës. Unë përfitoj që ti falenderoj nga zemra, sepse ato janë një shtëpi e madhe për gjithë ne, dhe gjithashtu më duhet të bëj një falenderim Këshillit Koordinues të Arsimtarëve në diasporë, të cilët janë 15 arsimtarë nga i gjithë diaspora dhe janë komplet vullnetarisht. Mundohemi të bëjmë diçka dhe të gjitha shoqatat, organizatat, komunitetin e shqiptar në Mbretërinë e Bashkuar, sepse neve të gjithë punojmë shumë. Faleminderit shumë, edhe unë i falenderoj nga ana ime. Faleminderit që ishë në studio, Anila Kadia, faleminderit Vera Halitit, nderuar dhe shikues, ne do të kemi pak minuta publicitet, por mos u largoni sepse kolegu Andi Kurti ka përgatitur një material special lidhur me një koncert shumë të bukur që do të zhvillohet për 4 ditë e net me radhë në Shqipëri. Dhe është fjala për rikthimin e artistit të famshëm grek Mikis Theodorakis, i cili do të flasë shqip për 4 ditë në 4 qytete të ndryshme të Shqipërisë. Dhe krijimtaria e tij do të cillet në shqip nga pianista Etrita Ibrahimi, baritoni Artur Vera dhe aktori Giuliano Brisku dhe një instrumentist grek. Andi Kurti ka përgatitur një material special, ju ftoj ta ndiqni ndërsa bashkë do të rishjemi sërish nesër në mbrëmje. Mirupafshim. Faleminderit.